Kryeministrisë në 20 janar 2011. Njeriu i futur nga populli në zyrën e kryeministrit për të udhëhequr Shqipërinë kishte lëshuar kushtrimin e një përgjigje me plumb ballit ndaj protestës së opozitës së bashkuar të kohës. Kujtoj se kur së bashku me Pandeli Majkon dhe disa shok tjerë po kalonim urën e bulevardit për të ardhur këtu për para godinës, një autoblind u shfaq në horizont dhe një val gazi lotësjellës u lëshua mbi kokat e njerëzve, pa nisur akoma protesta, duke na zbrapsur nga parkurinia. Dhe rëmuja e provokuar nga mësymje qorre e policisë mbi protestuesit që po mblidheshin e ktheu protestën në një lëmsh kaotik mes protestuesve dhe forcave të rendit, duke na detyruar pastaj që të ktheheshim në selinë